Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Jemi në muajin Ramazan, muaji i bekuar, muaji i shenjtë për të cilin profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi to dhe familjen e tij, na ka mësuar se në këtë muaj Ramazan ne jemi mysafirët e Zotit, e Zoti është një koqiri ynë. Prandaj të nderuar miq, pa humbur kohë, falenderojmë Zotin e lartësuar që na ka mundësuar të jemi mysafir edhe në këtë Ramazan të vitit 2026, dhe është Zoti që të presim edhe shumë Ramazane tjera me shumë dashuri të ndërsjellë njerëzore, me falje ndaj njëri tjetrit, me lutje të pranuara inshallah, të na mbushen zemrat me paqe, me qetësi edhe me dashuri. Prandaj të nderuar miq, unë në këtë ligjerat, apo ma mirë të themi në këtë mësim të parë, kushtuar muajit Ramazan, kam përzgjedhur për juve që të lexoj këtë hutbe apo këtë fjalim të mrekullueshëm të profetit ton të dashur, profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, apo në gjuhën shqipe, paqja e Zotit qoftë, selami qoftë përmbi Muhammedin dhe familjen e tij. Muaji i Ramazanit përndryshe është muaji i Zotit. Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an thot kështu: në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, o ju që besuat, agjerimi u është bërë obligim, sikurse obligim ju bë edhe atyre që ishin para jush. Kështu që të bëheni të devotshëm, jeni të obliguar për ditë të caktuara, e kush është i sëmur për jush, ose është në udhëtim e nuk mund të agjeroj, atëherë ai le të agjeroj më vonë aq ditë. E kështu me radhë. Pra ky është një prej verseteve kuranore i cili na tregon Zoti, përmes të cilit Zoti na urdhëron dhe na tregon se ky muaj është obligim për çdo njerin prej nesh, madje edhe për të sëmurët apo udhëtarët që i bie të udhtojnë në muajin Ramazan. Sa i përket hutbes apo fjalimit shumë bëreselënës të profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ky fjalim na bën që ta duam Zotin, ta duam profetin, ta duam familjen e profetit, i duam imamët, i duam shokët e zgjedhur të profetit, të cilët së gjithë së bashku kanë luftuar e janë përgjakur e kanë ra dëshmore shahid për ta mbrojtur fjalën e Allahut, Kur'anin e shenjtë, madje edhe e kanë memorizuar me mia hafëz prej atëherë deri sot, në mënyrë që Kur'ani të na mbetet i paprekur ashtu si Zoti na ka dhuruar, na ka dhënë si udhëzim për njerëzimin. Prandaj, muaji Ramazanit është muaj i veçantë, sepse inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma adrake ma lejletul qadr. Ne e zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit. Prandaj ky është një muaj i veçantë, një muaj që edhe ai që i cili nuk lutet, Zoti ka me ja dhënë mëshirën e tij, ka me ja plotësu dëshirën e tij. Ndërkaq, muaji Ramazan është muaji gjithashtu është muaji i ndryshimeve, lumë për ata të cilët luten në këtë muaj Ramazan, të cilët bëjnë ndryshime në gjatë muajit Ramazan, dhe përmes atyre ndryshimeve Zoti me mëshirën dhe dashurinë e tij do t'ja ndryshoj ndoshta vitin, ndoshta 10 vite të ardhshme, ndoshta edhe jetën e tyre. Prandaj, diçka kur është e bekuar, mos e lejoni t'ju kaloj në gjumë, t'ju kaloj
në mos vëmendje. Prandaj, ja tash ndëgjojmë profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ti, se çka na ka thënë për këtë muaj të bekuar. Suduku ka transmetuar në hadith të ardhur nga nipi i profetit Imam Riza a.s. dhe baballarët e tij nga Imam Aliu, i cili ka thënë se një ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali na bëri një hutbe dhe tha, fjalim dhe tha: O njerëz, vërtet tek ju po afrohet muaji i Allahut të lartësuar, i mbushur me bereqet dhe dëshirë. Ky muaj tek Allahu është i përsosur. Ditët e tij janë më të pëlqyera prej të gjitha ditëve të vitit. Netët e tij janë më të përsosura te netëve të vitit. Orët e tia janë orët më të mirat e orëve. Punët e juaja janë të pranueshme. Lutja e juaj është e pranuar. Kërkoni Allahut tuaj me qëllime të vërteta dhe me zemra të pastra, që t'u ambarsoj agjërimin e këtij muaji, leximin e Kuranit, si dhe leximin e Kuranit, sepse i ligu në këtë muaj është ai që i ndalohet mëshira dhe fjala e Allahut. Kujtoni nëpërmjet urisë dhe etjes tuaj në këtë muaj, urinë dhe etjen në ditën e gjykimit. Jepni sadaka për të varfërit dhe të mjerët tuaj. Respektoni të moshuarit tuaj dhe mëshironi fëmijët tuaj. Vizitoni të afërmit tuaj, mbroni gojet tuaja, mos shikoni në ato që nuk lejohet të shikoni dhe mos dëgjoni ato që nuk është lejuar të dëgjoni. Përgëzoni jetimet e njerëzve me qëllim që të përgëzojnë jetimet tuaj. Bëni tobe, pendim Zotit për mëkatet tuaja dhe lutjoni atij, duke bërë lutje në kohët e namazit tuaj, sepse ato janë orët më të përsosura, ku Allahu i lartësuar i shikon në këtë orë me mëshirë robërit e tij, se çfarë po kërkojnë ata nga ai. I përgjigjet Allahu atyre kur e thërrasin dhe i pranon lutjet e tyre kur i luten, sepse pra ne jemi mysafir në portën e Allahut, në muajin e Allahut, në muajin e Ramazanit. O njerëz, vetet tuaja janë pengje në punët tuaja. Prandaj lironi ato duke bërë istikfar. Estakfirullah ve tubu ilejk. Estakfirullah ve tubu ilejk. Pra pendohem o Zot, ty të drejtohem. Pra në këtë muaj sa ma shumë bëni istikfar, sepse ne përmes punëve tona e kemi bë rob vetin ton, ndoshta puna jon na ka detyruar ndonjëherë me harru Zotin dhe me bë disa punë të cilat kërkojnë pendimin. Shpinat tuaja janë të rënduara prej gjunaheve, prandaj lehtësoni ato duke bërë sejdë të shumta. Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, thot: po ta dinte njeriu namazliu se kur e vendos kokën e tij në sejdë, sa të mira i vinë nga ajo përullje në sejdë, thot kur nuk do ta ngriste kokën nga sejdja. Prandaj ja shikoni edhe profeti Muhammed që thot, paqja e Zotit qoftë mbi ta, shpinët tuaja janë të rënduara prej gjunaheve. Prandaj lehtësoni atë duke bërë sejdë, duke ra sejdë të shumta. Allahu është betuar në fuqinë e tij, se nuk i dënon
ata që falen dhe bien sejdë dhe nuk i friksohen me zjarin në ditën që të gjithë njerëzit do të dalin para tij. Pra namazlit, Zoti ka premtu se nuk do t'i friksoj me zjarin dhe se nuk do t'i dënoj këta njerëz të cilët kanë bërë namazin. Vazhdojmë. O njerëz, ai që prej jush në këtë muaj ushqen një agjërues besimtar, shpërblimi i tij tek Allahu do të jetë sikur të ketë liruar një skllav, e do t'i falen mëkatet që ka bërë. Nëse nuk keni mundësi gjatë muajit të Ramazan të thirrni mysafir, mysafiri i Zotit është ai i cili vjen tek ti edhe nuk ta shikon sofrën a ke buke kryp apo ke një ushqim thjesht. Prandaj duhet çdo kush prej nesh të thirrim mysafir me aq mundësi që kemi e jo të bëjmë 2-3 lloje të gjellave, sepse kështu ata që kanë, ata bëjnë mëkat dhe të varfrit të cilët edhe ata ose që kanë një standard normal, edhe ata të cilët kanë dëshirë të kenë mysafir, pasi që Zoti po pas ka dëshirë që ti ushqejmë njerëzit me iftaret e tona, pra mos të bëhen shkaktar të pasurit me ushqimet e tyre të bollëkshme dhe ta ngushtojnë shpirtin atyre që nuk kanë mundësi, por na nëse ne jemi besimtar, na nuk duhet me shiku sa kemi ushqim me vendos në sofrën tonë, në tryezën tonë, por na duhet me shiku se çka po thot profeti Muhammed dhe Allahu. E ai pra na mëson që në këtë muaj, ai që prej jush në këtë muaj ushqen agjërues besimtar, nuk po thot të varfër apo të pasër, por ai që ushqen agjërues besimtar, shpërblimi i tij tek Allahu do të jetë sikur ta ketë liruar një skllav, rob të burgosur, e do t'i falen mëkatet që ka bërë. Profetit i thanë, o i dërguar i Allahut, jo të gjithë ne jemi në gjendje të bëjmë këtë veprim, pra t'i thirrim besimtarët që agjërojnë për darka. Ai alayhi selami i tha, friksohuni zjarit, edhe sikur të jetë një cop hurma arabe. E ka fjalën për dhënien në muajin Ramazan. Pra, edhe nëse nuk ke mundësi që të thrasësh mysafir me stryeza të bollëkshme, duhet të thrasim mysafir qoftë edhe me një hurm, sepse Allahu Gjeleshanu dëshiron që neve mos të digjemi në zjarin e tij, sikur ai zjarë të ishte edhe sa një hurmë e vogël. Prandaj vazhdojmë. Thot, largohuni zjarit, pra këtij zjarit largohuni, i cili thot largohet në muajin Ramazan edhe në jetët tuaja, qoftë edhe me një cop hurme, kështu thot profeti, largohuni zjarit edhe sikur të jepni një pik ujë, sepse Allahu do ta shpërblej atë që bën këtë veprim të vogël dhe nuk është në gjendje më tepër për të dhënë. Pra, edhe nëse keni gotë ujë, duhet me thirr mysafir me çaq mundësi që ke. Nuk është puna me ngop ma shumë se çka duhet, me hangër nga 3-4 lloj gjella, por është qëllimi me çu fjalën e profetit Muhammed në vend edhe fjalën e Allahut. O njerëz, vazhdon profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij. O njerëz, ai që e përmison moralin, sjelljen e tij në këtë muaj, do ta kalojë me lehtësi siratin, urën e siratin, në të cilën këmbët na dridhen. Kush jep në këtë muaj, Allahu do t'ja lehtësoj llogarinë në ditën e gjykimit. Ai që nuk bën keq në këtë muaj,
do të jetë i larguar nga zemërimi i Allahut në ditën që do të dalin para Allahut të lartësuar. Shikoni sa bukur, sa bindshëm na ka folur profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij. Kush i viziton të afërmit e tij, Allahu do t'ja shtoj mëshirën, dhe kush nuk i viziton të afërmit e tij, Allahu do t'ja ndërpres mëshirën e vet në kiamet. Kush falet në këtë muaj, Allahu do t'ja shkruaj atij shpëtim prej zjarrit. Ai që bën farze në këtë muaj është sikur ka bërë 70 farze. Nëse e fal një sabah në këtë muaj, Zoti ka me t'i llogarit se ke fal 70 namaze të sabahit. Pra aq shumë kanë me u shpërbly veprat tona në këtë muaj. Ai që e shton salavatin mbi mua, Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed, ose në gjuhën shqipe, selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Pra, ai që e shton salavatin mbi mua në këtë muaj, Allahu do t'ja rëndoj peshën me veprat e mira, me të mirat e tij. Kush e lexon në këtë muaj një ajet Kurani, e ka shpërblimin një lloj sikurse e ka lexuar të gjithë atë në muaj tjerë. Do me thënë, në muajin Ramazan veç një ajet të Kuranit me lexu, e kemi sevap sikurse me lexu tër Kuranin në muajt e kaluar. Prandaj të nderuar miq, pas këtij mësimi apo themi ligjëratet e shkurtë, fjalët e profetit lidhur me Ramazanin, ne do të vazhdojmë, do të fillojmë nga sonte ta lexojmë Kuranin, hatmen e Kuranit, por në gjuhën shqipe, nga përkthimi i profesor doktor Fetim Mehdiut, i cili përkthim për fat të keq nuk gjendet në libraritë tona islame, është përkthim shumë i vjetër, para 30-40 viteve, dhe është një ndër përkthimet më të mira. Unë për vetëm ta i përkthim bazohen, sepse ka shumë dallim nëse një përkthim e përkthen një profesor doktor i gjuhës arabe, edhe që e përkthen dikush që veç e ka studiu gjuhën arabe në për shkolla të ndryshme. Vazhdojmë. Pra, po e përsëris, kush e lexon në këtë muaj një ajet, Kurani e ka shpërblimin një lloj sikur e ka lexuar të gjithë atë në muajt e tjerë. O njerëzit e mi, o të dashurit e mi, thot profeti, dijeni mirë se dyert e xhenetit në këtë muaj janë të hapura. Prandaj i kërkoni Allahut që mos të mbyllen ato për ty, për juve, kur në jetë. Dhe se portat e zjarit janë të mbyllura. Prandaj lutuni Allahut që të mos i hap ato për ju. Dhe shejtanët janë të lidhur. Prandaj lutuni Allahut që mos të jenë urdhëruesit tuaj. Të nderuar miq, kjo pra ishte një ligjërat e shkurt, një mësim i shkurt, përndryshe ishte hutbja apo fjalimi i profetit Muhammed në ditën e parë të muajit Ramazan, në atë kohë para 1444 vjetëve, por ja që njerëzit, familjarët e profetit Muhammed i kanë ruajtur këto mësime, këto hadithe të profetit me shpirt e me gjak, në mënyrë që sot ne t'i kemi në duar. Nëse këto mësime nuk i keni dëgjuar më parë, nuk jeni fajtor, sepse këto mësime vinë nga burimi i fesë islame, nga vetë profeti Muhammed dhe familja e tij, ehli bejti, paqja qoftë mbi ta.
Prandaj të nderuar miq, ne po vazhdojmë me emisionin ton të radhës pas një pauzë me një këngë të bukur për profetin Muhammed, kënduar nga i nderuari Andin Randobrava, gjithashtu një ilahie tepër e bukur, por nuk gjendet as në internet, po shpresojmë një ditë që ta riincizojmë dhe ta krijojmë një vepër kolosare që ja ka kushtuar profetit Muhammed, i nderuari Andin Randobrava. Lumë për ne, për Allahun ton dhe për krijimet çka Allahu na ka krijuar. Vazhdojmë. O Resul Allah. Kur Allahu ka vendosur Për të krijuar, dhe krijesat ai ty zgjodhi, o Resul Allah. Ti moj me ke nderuar, nuk për ty kush me ty ka lindur, më i madhi pejgamberve, ylli dashuris. Jem betuar për besnikri, Resul Allahu ton, më shumë se veten në këtë jetë, Resul Allahu më shumë e dojnë. Lumë për ty me dinë ndryshme, trupin e kujtë mbanë ti, Muhammedit Abdullahut, zemrës së lirësis. Shëndrit mori reze drite, ngrohen zemrat prej dashuris, besimtarët e gjithë bote, ty ta kanë dhe gëzim. Jem betuar për besnikri, Resul Allahu ton, më shumë se veten në këtë jetë, Resul Allahun më shumë e dojmë. Muhammedi Mustafaja Abdullahut, sinonime i mëshirës, Zotit të gjithësis. Sinonimis jem betue, Muhammedin ta pasojmë, gjërët e kroji i Kautherit, kur do ta takoj. Gjërët e kroji i Kautherit, kur do ta takoj. Gjërët e kroji i Kautherit, kur do ta takoj. Gjërët e kroji i Kautherit, kur do ta takoj. Sallallahu alaihi wasallam. Okej, faleminderit shumë. E të nderuar miq, tani po e mbyllim pjesën e parë dhe vazhdojmë me pjesën e dytë. Mos u largoni, do ta lexojmë Kur'anin së bashku dhe do t'i thrasim engjujt në shtëpinë tonë dhe në shtëpiat tuaja.